thonë se është më mirë të mos falesh fare se sa të falesh në mënyrë të parregullt. Të na përdor një fjalë majtës, po ta marrë qashtu, apo ta kona qashtu ty, ja. Kjo është fore, e atyne që s'dojnë më fale, atyne që dojnë më arsyetu lanie në namazit, ja. Mos janë këto fora, absolut. Sa t'jesh gjallë, më falë me gabime, është më mirë se sa mos më falë fare. A kuptove? Keni kujdes me namazin. Njerë janë isë me pa regullt, pastaj ka daldali janë isë me falë me regulla, pastaj herë ndodhë të mund shejtani së ne falë namazin, që është e falë masën i bjen pishman, këthej është e zoti, pendosh, e ban gajle, stresosh, janë isë e falë 5 vaktin, pendosh të Allahu prap, edhe kështu dikur e mund shejtanin edhe bash i rregullt, edhe në falje, është fjala të rregullt, edhe mrena namazit bash i rregullt, i kujdesshëm, mos mu dorëzu, me fal me sa më shumë për kushtim vetdije, jo mu dorëzu. Andaj mos e hani këtë forë, absolut. Allahu ju forcoft juve dhe neve namaz. Allahu na forcoft, Allahu na pranoft.